Ayatollah Ali Khamenei, I cili u vra në sulmet e përbashkëta SBA Izrael në fund të shkurtit, është udhëheci I dytë suprem I Iranit dhe me një ceremoni martore të gjatë që pritet të zgjasë disa ditë. Ai u bë kreu I shtetit në vitin 1989, pas vdekjes së mentorit dhe paraardhësit të tij, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini, I cili udhëhoqi revolucionin islamik të vitit 1979, vdiq më pak se 10 vjet pas themelimit të Republikës Islamike. Funerali I tij u njoh nga libri I rekordeve Guinness si ceremonia me përqindjen më të madhe të popullsisë që ka marrë pjesë në një funeral, me rreth 10.2 milion njerëz të pranishëm, sipas vlerësimeve zyrtare iraniane. Ngjarjet që rrethuan funeralin ishin kaotike me 8 persona të vrarë dhe qindra të plagosur, sipas një raporti të shkruar nga Associated Press në atë kohë. Agjencia gjysmë zyrtare iraniane e lajmeve për studentët ISNA shkroi për funeralin e vitit 89 në fillim të kësaj jave, duke e përshkruar se si turmat e mëdha I të I kaluan shifrat e pritura nga autoritetet. Kur mjeti me arkivolin e Khomeinit filloi të qarkullonte në rrugët e Iranit, vajtuesit u vërsulën drejt tij duke shkaktuar një përplasje në turmë dhe duke detyruar procesionin e varrimit të braktisej sipas ISNAs. Arkivoli u transportua me helikopter larg vendit të ngjarjes për të lejuar turmat të shpërndaheshin.